Ronaldo futej ke United, Fergusoni thoshte merreni çik me shkelma këtë çunin që t'i uleni çik hundët. Kur Messi shkote ke Barcelona, Ronaldinho e merrte për krah mos ma ngacmoj njeri këtë. Dy realitete komplet të ndryshme. Tjetri i përbuzur dhe i tallur dhe i sulmuar gjatë gjithë karrierës vet, tjetri i përkëdhelur dhe i bekuar nga Perëndia. Kush e ka përbuzur? Ronaldo më, po gjithë bota më ja ku i keni. Po pse sa stadiume ke dëgjuar ti Messi, sa herë lu Ronaldo? Po për çfarë e bëjnë? Po më të mirin do t'i thon aty. Pse kë do t'i thon? Si më i miri, Çfarë do përtasin? Greenwood? Fenomenin Po, përtas. Messi përtasin. Fenomeni ishte më shumë. Po ç'lidhje ka më respekto legjendën? Pse do të përtasësh Messi? Do me provokuar siç më provoko ti mua dhe provoko. E çfarë fitove nga e provokim ti? Kolçënusi më i miri i historisë njerëzimit. S'keni respekt për legjendat, ju jeni serioz apo? Messi në Europë ti na fut Ronaldo në mohabet. Se ç'lidhje ka? Po jo, pra se më the të rikthehet Messi më tha, fitoi dhe botrori tha, fitoi dhe top në ardh numër 9. Ndërkohë që Ronaldo në Europiani thoshte, shko tërhiqu, boll qave, boll bëre. Po, se shkoj qesharat. Jo, po si është Garravit njëri që ka shënuar më shumë gola se gjithë historinë e njerëzimit ata. Se më çmendet. Nuk është më në atë moshë. Nuk është më ku sa po fitoi Nations League me gol në finale, s'na çmendet. Po na ngrini Messin me i goditë e kundër kujt e bëri jo, kundër Portos. Ju falenderoj për suportin, follow për më shumë video si kjo.